Dimës në Gjilan, fillon ndeshja javës 14 në mes të Gjilanit dhe Ferizajt. Qojmë dy skuadrat, insistim për para Ferizaj, largon topin kapiteni Thaçi. Mundësi për goditje e kapitenit Ram Musa, bret portieri Laroshi, rasti mirë në minutën e 4. Morina, krosimi në zonë, Morina, e kjo është mundësia, shënon skuadra e Gjilanit, shënon Jarovic. Goli 4 sezonal, besoj njëri nga golat më të lehtë, sepse portën e boshatisur. Realizatori më i mirë i Gjilanit. Neziri. Drejt përpara topi. Selmani, mundësi këtu për Sadriun, çfarë fati! I inkuadruar nga banka rezervë në prekjen e parë, arrin shënoi golin e tij të dytë këtë sezon, por më rëndësishme golin e barazimit këtu në duel ndaj Gjilanit. Minuta 30 e takimit. Me përmendorën e hapur aq gjallë, goli është anuluar. Me këtë aksion dhe mund të përfundoj pjesa e parë. Që e mundësi këtu për goditje, Berisha! 1-1! Alamet goli shënuar nga Berisha. Goli i tretë këtë sezon, realizatori më i mirë tani të Ferizaj. Një goli denj për ta mbyllë pjesën e parë. Legjitime është festa, tani nuk mund të anulohet ky gol, që s'ka ishte rregull. Krosimi në zonë, mundësi, goditja me kokë. Edhe njerë tani shtylla, çfarë rasti i Berishës. Thaçi, goditja, topi është në rrjet, 2-1, shënon Jarovic. Shënon skuadra e Gjilanit për ta kthyer përsin. 2-1. Pra Pashtica. Qëjmë të goditje. Rrezik në mbrojtjen e Ferizajt. Këtu ishte insistimi i Jarovic, por fare lehtë ka mund të gabojë edhe Topallaj. Peposhi, lëvizje mirë, krosimi në zonë, Peposhi. E shohim situatën për faul, për penalti, protesta të zëshme, proteston Sadriu. Ndërsa duhet vazhdoj aksioni! 2-2! Nuk ka nevojë për penalti. Ndeshje e golave të jashtëzakonshëm për Ferizajin. Një gol në frymën e fundit që jep një shije kundërshtarin. Shohim sipas varit. Penalti pra anulohet goli sepse ka pasur një faul Jakub Berisha. Minuta 11 e shtesës. Niset Berisha, Gjuanaj dhe shënon e nuk ndalet kjo. Tani më goli është i rregull 2-2. I pagabueshëm nga pika e parë, goditje fuqishme në cepin e portës, askush nuk mund të arrijë atë. E pa fat Laroshi që e kuptoi anën, por jo në atë lartësi nuk mund të arrijë as ai as kushdo tjetër.